pas për fakti që deputatët nuk deshtën ta zgjedhin presidentin e ri. Nuk deshtën? Po. Po mirë, është dash mu konsumu procedurat, ato që ka para pa kushtetuta, është dash mu 60 ditë. 60 ditë nënkuptohet 60 ditë deri në ditën kur fillon ky 30 ditëshi. Që nënkuptohet nga 5 janari deri në 5 mars janë 60 ditë, apo? Neni 82 mënyrë qartë e cekë. Shpërndarja e kuvendit. Kur shpërndat kuvendi? Janë rastet e cekuna. Pra, nuk mundesh me thonë që për mos respektim të një dispozitet të kushtetutës ti e shpërbën kuvendi nëse s'është para pa në kushtetut. Kjo nuk është para pa. Janë rastet kur janë para pa. Për qatë punë. Do thotë, kjo është shumë një interpretim strikt edhe logjik. Thotë, nëse për shpërndarjen e kuvendit votojnë 2/3 të gjithë deputetëve, shpërndarja bëhet me dekret presidentit Republikës. Nëse brenda afatit prej 60 ditësh nga dita e fillimit të procedurës së zgjedhjes. Fillimit të procedurës së zgjedhjes nuk zgjedhet presidenti i Republikës së Kosovës. Unë s'po kuptoj çka ka këtu të pakuptueshme. Nëse brenda afatit. Ata çfarë ku më quat nenin kur thotë që presidenti duhet të zgjidhet 30 ditë. Po, s'ka dhe mandat. ajo është shkelje kushtetutës, po nuk o para pa shpërbërja kuvendit. Që këtu është para pa? Nëse brenda afatit prej 60 ditësh, nga dita e fillimit të procedurës së zgjedhjes, nuk zgjedhet presidenti i Republikës së Kosovës. Zotë Koci pa tjetër shkruaj, a nuk mjafton fjala duhet? Dita e zgjedhjes procedurës, kur ka qenë? Ka qenë 5 marsi. Pas juristëve, një pjesë të juristëve është dashur të filloj me 5 janar deri Pse me 5 janar? 60 ditë. Për ta përmbushur afatin për mos Nëse brenda afatit prej 60 ditës nga dita e fillimit të procedurës së zgjedhjes. Kur është dita e fillimit të procedurës së zgjedhjes? Është 5 marsi. A nuk do duhet të nënkuptoj 5 janari, sepse me 5 mars do të përfundonte edhe... A ka fillu me 5 janar zgjedhja e presidentit me 5 mars? Po dita e fillimit, këtu po thot nëse dita e fillimit procedurës së zgjedhjes. Qëra, na e kemi një pjesë popullatës që nuk i kupton, ma shumë i beson kryetarit partisë se një profesionist. Në fakt, Zotë Koci është manipuluar edhe... Me që si loj votuesi, ti është shumë letë me manipulu. Ai ma përpara i beson kryetarit partisë vetë se mu si profesionist. Dhe na do mu pajtu me këtë situatë. Për atë arsye dhe bëhen këto mjegulla. Nëse po thoni që është kaq e qartë, kaq e thjeshtë për të kuptuar. Nëse është kaq e qartë. Çdo qytetar le të lexojnë sonte kushtetutën. Veç 2 nene kanë mi lexuar. Nëse që gjithë e kanë lexuar deri me tani sepse që një javë ditë kanë nene po. Nuk e kanë. Nëse është kaq e thjeshtë, kaq e qartë. Pse atëherë pro zgjat ka gjatë derisa të merr një vendim, një akt interesa politik, nuk kanë mujt të marrë vesh për interesa politik. Ti mas pari, cili shtet normal një president të e shanë kryeministrin derisa 2 janë në detyrë. Po kjo për një me nuk ka kufra kuptimi. Unë e kom 100 vrejtje për Albin Kurtin. Po shumë ka pëlqy që asë një fjalë nuk e tha kundër presidentës që tash në qëtë kohë derisa ajo është në detyrë. Nuk mund është me shajt presidentës derisa 2 jenë në detyrë. Në anën tjetër, nuk lehet gjabë pa thonë presidentja për kryeministrin. Ajo vetë në detyrë edhe kryeministri është në detyrë. Do thotë, neve ftyrën janë ty na marë në para bashkësisë ndërkombëtare. Unë nuk kom pa, dikush dytë me qenë funksion e ka të shumë. Nëse gjykata kushtetuese ndjen nga gjykim do thotë që dekreti i presidentes është jo kushtetues, çfarë i bie kjo? I bie që presidenti ka shkel kushtetutën. Dhe? Atër, kjo për mua shkelje e rënd, le të merret gjykata kushtetuese, le të merren. Ajo veç është një çështje tjetër. Unë e njoh edhe personalisht presidentën Vjosa Osmani. Është juriste, është profesoreshtë, si mund ta bëjë një gabim të tillë? Gabime me bë. Prandaj, si mund ta bëjë një gabim të tillë një jurist edhe një profesorish? Personalisht, unë kam respekt për to dhe për shkak të shoqërisë që kemi, gabimin që e ka bë nuk i falet. Ato nuk me kalu mbi këtë gabim. Ajo madje edhe po thotë që po mburret. Për mu, kjo është gabim, ka me vërtetu edhe gjykata kushtetuese, t'i lëjmë, letë punojnë profesionistët, në tjertë do me zbatu vendimin e tyre. Kjo është mendimi profesional. Unë privatisht nuk kom kur gjotë keqe, nuk kom... E ke shkru privatisht, ose e ke këshillu, ose i ka thënë që e ke bërë gabim? Jo, nuk e kom këshillu, se ajo me pasdash më kishte pyet, po nuk i ka konvenu, se e ka ditë sigurisht çfarë mendimi japë, dhe këta lider tani kanë tendenca me pyet ata që ju shkojnë për qefi, jo ata që e thënë mendimin e vetë. Une, qka do me ndodhë, nuk i shkeli disa parimit mija që i kam, sa do që muj me pas edhe pasoja. Mu vazhdimisht po më
akuzojnë, po thojnë, po e bën ti një aktivizëm qytetar, po s'po ka efekt shumë, po ka efekt shumë vogël, po unë nuk ja kom nis ti rrugtimi për me pas me njër efekt. Prej fillimit e kom dit, kom qenë një vedishën që me një qethje të flok, ose me gomar që kom qenë në parlament, nuk muj me zgjidh situatën. Do të me vitet tana, se vitet tana është punu më rapsht. Edhe krejt aja aktivitet i imi ka qenë për mos marrë në këtë situatë. Do të thotë prej asaj kohë, kur kom protestu, tash jemi edhe ma keqë se që kem qenë. I bje që duhet të protestosh prapë, në base me gjithë këto rrethana aktuale politike. Nëse ka nevoj, unë e protestoj, nëse vlerësoj, unë e protestoj, nuk absolutisht, as nuk ndikona prej askujt, as nuk mundet me mzrap, kërkosh nëse mushët mendja. Edhe këtu pas kanë rritë pak. Edhe po e përsëris, jam i vedishëm që nuk moj me ndryshu Kosovën shpejt me njëherë. A ti marim dy situatat hipotetike për vendimin e gjykatës kushtetuese, sigurisht jo duke e paragjiku se cili do t'jetë vendimi, por nëse e hedh poshtë dekretin për shpërndarjen e kuvendit të presidentës Vjosa Osmani, çka ndodh me procedurën për zgjedhjen e presidentit? Do duhet vazhdoj seanca aty ku ka mbetur? Tash veç ka met një situatë, ato duhet me vlerësu gjykata kushtetuese, a duhet me i obligu deputet me qenë në salë, jo me votu. Askush